Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi kanë vizituar Ana Moravën dhe fillimisht u ndaluan në Gjilan. Në takim me kryetarin e kësaj komune Alban Hysenin diskutuan për tema dhe projekte me interes për Gjilanin, për çka kryetari Hyseni tha se gjatë takimit u bë edhe prezantimi i disa prej tyre. Me zëvendës kryeministrin kemi bërë një lloj prezantimi të projekteve, ndërkohë që edhe ministrin kemi njoftuar për projekte që tashmë ka fituar komuna e Gjilanit edhe me gradën e performancës, por edhe projekte tjera, se ku kemi vënë ku jemi me këto projekte, edhe përndahemi mirë të kënaqur me realizimin e tyre, në një kohë dhe jemi shumë entuziast për fillimin e projekteve të reja që na presin. Ndërkaq zëvendës kryeministri Bislimi foli për projektin më madhor për Gjilanin, autostradën Gjilan-Prishtinë. Ne kemi nxjerrë në qeveri një projekt ligj që mundëson kompenzimin në masë të kostot të shtesë për disa prej materialeve ndërtimore, çmimi i cilave është rrit. Dhe kemi diskutuar dje për mundësinë që në atë masa ne mundemi me financa nga niveli qendror me përcjell punimet në terren, autostrada deri në kyçin e saj në fshatin Presals të përfundohet brenda një afati për 12 muajsh, që mendoj se është afat optimal duke marrë parasysh ngjeset që kanë ndodhur në të kaluarën. Zëvendës ministri na ka informuar se ata kanë arritur të menjalojnë të gjitha pengesat që kanë ekzistuar deri tani, pengesat që kanë pas për bazë dhe shpërndësimet, mirë dhe çështën e institutit arkeologjik, dhe mendoj që tani jemi në rrugë të mirë që të shtohet dukshëm ritmi. Kosovë ka vazhduar edhe të engjën e një shtatorit dhe gjithë nxënësit që erdhën në shkollë u kthyen mbrapsht. Shkollat vazhduan të jenë të hapura, por pa mësimdhënës e nxënës edhe në Gjilan, për çka nga menaxhmentet e shkollave u thanë se mësimdhënësit janë të vendosur në kërkesat e tyre dhe nuk do të kthehen derisa ato të plotësohen. Ndërsa nga drejtoria e arsimit në Gjilan nuk ka pasur ndonjë reagim, veçse kanë kërkuar shpjegim dhe raportim nga të gjitha shkollat e komunës. Këtë paralajmërim e kishte bërë edhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës Rahman Jashari, ku kishte thënë se greva do të vazhdojë derisa qeveria të fillojë bisedimet me ta. Ndërsa pak para një shtatorit, ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati ka bërë të ditur se ekzekutimi i pagave në sektorin publik është bërë pjesërisht për muajin gusht. Sipas tij, kjo ndodhi për shkak të vonesave në procesimin e listave të grevistëve. Kemi konsideruar të padrejtë që të shkojmë me ndalesë uniforme, por kemi dashur të kërkojmë nga komunat të na njoftojnë për vullnetin e lirë të pjesëmarrësve, nëse kanë marrë pjesë në grevë apo jo. Nisur nga kjo, ne kemi parë të nevojshme të arsyeshme që të shikojmë këto lista, prandaj nuk kemi arritur të procedojmë me pagesën e pagave, ka thënë Murati. Në këtë mënyrë ai rikonfirmoi edhe një herë se ata që kanë marrë pjesë në grevë nuk do të marrin pagat për aq ditë sa kanë munguar. Ndërsa kundër këtyre grevave janë kryesia e Këshillit të Prindërve të Kosovës, e cila cilëson të papranueshme që më 1 shtator nxënësit të jenë në shtëpi, duke qenë se kjo është edhe ditë feste. Ndonse kanë quajtur të papranueshme që më 1 shtator fëmijët të jenë në shtëpi, Këshilli i Prindërve ka thënë se qeveria është e obliguar ta mbrojë të drejtën për edukim dhe arsimim.